e mesditës, ndërka që ne vazhdojmë me diskutimet tjera, do të qëndrojmë në përbot, sepse në shtetet të ndryshme të Evropës duket se ka shpërthyer virusi hantavirus. Pra do të rikthehemi edhe një herë diskutimit për rastet e fundit, cilat janë të raportuara në disa vende të Evropës, e cilat më pas kanë ngritur shqetësim në opinionin publik në mbar botën. Ne javën që lam pas kemi diskutuar pikërisht me profesionistë të fushës mbi gjitha simptomat, mbi gjitha shqetësimet cilat duhet të kemi. Megjithatë, situata po vazhdon që të ngjall panik tek qytetarët me shënimin e rasteve të reja, dhe për të risqaruar ndoshta edhe një herë gjitha këto dhe se deri ku mund të shkoj përhapja e këtij virusi, në një linjë të drejtë për drejtë kemi doktoreshën Aurora Dollenberg. Dollenberg, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë edhe një herë që gjetet kohë të rikthehemi diskutimit për hantavirus, megjithatë është shqetësim i publikut, sidomos pas raportimeve të fundit në disa prej vendeve, në Gjermani, Zvicër, Francë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende të tjera. Ka raste të cilat po dyshohen, raste të konfirmuara dhe viktima të cilat ne edhe kemi diskutuar me juve. Si po e shihni? Ka hapësirë për të shqetësuar? Për faktin e mirë vazhdon që situata të jetë jashtë alarmit dhe rreziku, për faktin që edhe pse në Francë ose në Zvicër dhe vende të tjera evropiane tani më kanë konstatuar raste të reja pozitive me hantavirusin, që nuk kanë lidhje këto raste me anijen e cila ka qenë për 3 javë në karantenë në Afrikën Perëndimore. Këto raste janë gjetur pikërisht sepse ne kemi testuar. Në momentin që opinioni publik dhe inklusiv dhe mjekët janë të vëmendshëm në qoftë se pacient ka simptoma ftohje më shumë se asaj një javë dhe ne nuk e dim nga nadhim, sepse nuk vin nga gripi, nuk vin nga infeksionet respiratore që momentalisht janë në qarkullim, është testuar dhe hantavirusi dhe e caktuar e këtyre të testuar tani më kanë dalë virusin, jo se më përpara, jo se një vit pasur, nuk e kemi testuar. Pra, mediatizimi i hantavirusit i njihet prej shumë dekadas nga OPÇ-ja, ka lejuar që pavarësisht anijes në Afrikë, kemi raste të tjera në Europë të reja, të cilat vazhdojnë mos mbeten problem dhe rrezik për popullatën, sepse këto raste sporadike nuk infektojnë pacientë të tjerë. Pra, transmetimi i virusit nga njeriu te njeriu vazhdon në Europë të mbetet zero. Dollenberg, do ndalim edhe tek mënyra e transmetimit. Ndonë se unë e përmenda dhe mos të përsëris disa që ju javën që lam pas keni qartësuar në detaj gjitha atë se si mund të përhapet virusi nga vije, megjithatë ka shumë shikues të rinj cilët edhe janë njoftuar për herë të parë me këtë virus, meqenëse se javët e fundit, sidomos ditët e fundit, gjithandej shohim lajme për persona të cilët janë të prekur. Në anën tjetër, dua ta bëj ndërlidhjen këtu, apo e bëhet më e madhe nga mediat në përgjithësi, e kam fjalën nga mediat në gjithë botën, përhapja e hantavirusit, dhe sepse këtu më pas kemi të bëjmë me atë linjën në rast se po raportojnë për të vëdisuar qytetarët mbi atë, apo po ngjallin panik tek ta. Si e shihni ju? Është një hyrje shumë e bukur që bëhet Blendi, a ka egzagerim? Po. Hantavirusi është ndruar tani në objekt bërje të alarmit në rrjetet sociale, kanë qenë vetë pasagjerët e anijes nga Afrika që kanë qenë të parët që kanë nxjerrë lajmin që ka një infekcion misterioz, ka një armik të padukshëm për ata që nuk po i lejonin që të zbrisni, pra zbarkimi ju është ndaluar nga ishujt e Kanarjeve kësaj anije për 3 javë thjesht, dhe më imagjinoni që edhe familjarët e tyre kanë bërë panik, sepse menduan se mund të ishte një shpërthim pandemik i ri, qoftë nga Covidi ose nga një infekcion tjetër. Dhe në momentin që laboratorët e konstatuan që kemi të bëjmë hantavirusit, vetë OPÇ-ja ka dalë me desensibilizimin ose heqjen e alarmit, duke thënë që e kemi situatën komplet në kontroll, e njohim hantavirusin, nuk është diçka e re. Pra, ka qenë një mbingarkim nga ana mediatike që i ka dhënë shumë vëmendje virusit, sepse për ne si mjek dhe për kërkuesit shkencor nuk është një sfidë mjekësore, ne e trajtojmë më së miri simptomat e hantavirusit, e dim nga ana mjekësore se 99% të pacientëve e kalojnë sipër të zakonshëm. Dhe vetëm 1% e të prekurve që kanë një sëmundje shoqëruese, që kanë një sistem imunitar të dobët, ata mund të paraqesin komplikacione dhe janë mbase komplikacionet e këtij
hantavirus të gjithë dëgjuesve në rrjetet sociale, sepse dim që hantavirusi tek ata shumë pak se sa 1% mund të paraqitet me ethet hemoragjike, që është nga varianti e përmendëm Dobrava, që vjen kryesisht nga Ballkani, në rastet e para janë zbuluar në Kroaci dhe në Serbi, prandaj dhe quhet Dobrava, dhe paraqitet me gjakosje në lëkurë, pra me pika hemoragjike, pika të kuqe në lëkurë, me gjakosje nga hunda, nga goja, nga organet e brendshme dhe ka një vdekshmëri që shkon deri në 40%. Dhe një qytetar jo pa njohuri mjekësore kur dëgjon mortalitet, pra vdekshmëri 40%, patjetër që ka frikë, por ne si mjek jemi të detyruar ta theksojmë që është më pak se sa 1% probabiliteti që të preket nga një variant i tillë kaq i rrezikshëm. Çfarë do thot fakti sepse në diskutimin e kaluar që kishim, rastet vazhdonin të ishin vetëm në anijen që ishte në Atlantik, ndërkohë që vetëm gjatë këtyre ditëve të fundit rasti është përhapur edhe në Evropë. Çfarë ndodhi realisht, pse nuk u arrit që të izolohen rastet në anije meqenëse ishin larg nga pjesa tjetër e popullatës dhe tashmë u përhapën edhe erdhën deri tek Evropa, që për ne sigurisht në Kosovë dhe në Shqipëri është më shqetësuese fakti se është afruar, po themi kështu, me territor. Shumë faleminderit për pyetjen Dorontina, sepse pikërisht ky skenar që juve paraqitet është ato që percepton qytetari. Rastet pozitive në Europë nuk kanë lidhje fare me anijen, e përmendëm dhe herën e kaluar. Pra, janë raste pozitive sepse hantavirusi ekziston në tek mint në të gjithë Europën, dhe në momentin që një përqindje caktuar e popullatës, se thanë profesione të caktuara si bujqërit, fermerët, ata që merren me pastrimin e magazinave të paajrosura ku ka dritrat të ushqimeve, aty ku kemi mbindotje, mos kontrolle higjienike, mos ruajtje e rregullave higjiene sanitare, në ato momente kemi një rrezik në Europë të shtuar për kalimin e virusit nga mint tek njeriu. Dhe kjo gjë ka ekzistuar para anijes dhe në të gjitha dekadat e fundit. Pra, fakti që hantavirusi u vendos në skenë tani nga ana biologjike mikroskopike që u zbulua në anije, i krijovi gjendjen e alarmit, i dha sinjalin edhe laboratorëve, spitaleve të Europës që mos harroni të diagnostikoni kur keni një grip të rrezikshëm me simptoma gripi, por që nuk është grip. Mos harroni dhe të testoni dhe për hantavirus, dhe patjetër që është zbuluar në një përqindje më të lartë sepse e kërkuam dhe e gjetëm. Por hantavirusi ka ekzistuar edhe në Francë dhe në Zvicër, e tham dhe javën e kaluar, edhe në mint që janë në Prishtinë, është i pranishëm pra Pritësit, edhe në Kosovë është i pranishëm hantavirusi. Në momentin që fillojmë që pacientët me simptoma ta izolojmë dhe ta testojmë, patjetër që kemi një rritje të përqindjes të hantavirusit. Aurora, në anën tjetër, ne kemi diskutuar dhe ju keni thënë se një ilaç specifik lidhur me këtë virus nuk është se ekziston. Megjithatë, duke parë numrin e rasteve të cilat po raportohet se janë në rritje, ne gjithmonë po i referohemi rasteve të cilat po i mësojmë edhe nga mediat serioze në mbar botën. A i bie ose a krijon kjo një precedent të ri ku laboratoret të tentojnë të rinisin diçka ndoshta për të trajtuar këtë virus, meqense shqetësimi dhe panika është e madhe tek qytetarët? Pikërisht, kriteret shkencore Blendi për të kërkuar në laboratorët shkencore të Europës për një trajtim specifik ndaj hantavirusit nuk janë të plotësuar. Vetëm kur një virus është rrezik dhe kërcënim për shëndetin publik sepse prek një numër përqindje të lartë të popullatës dhe përhapet në një kohë shumë të shkurtër, vetëm në ato kushte shtetet nën mbikëqyrjen e OBSH-s fillojnë të investojnë që të prodhohet një vaksinë dhe një medikament specifik ndaj atij shkaktari virusi në rastin konkret. Një skenar të tillë e patëm me pandemin, pra u deshën që në një kohë rekord të infektohesh në të gjithë Europën, në të gjithë botën, shumë pacientë, kishte numër jashtëzakonisht të lartë vdekjesh, që u detyruan shtetet përkatëse të prodhonin vaksinat kundra Covidit. Një gjë e tillë nuk do përsëritet me hantavirusin, sepse siç e tham, më pak se sa 1% e popullatës së prekur mund të shfaqet simptoma dhe këto simptoma madje ne arrim t'i trajtojmë në kohë
duke evituar në pjesën më të madhe të tyre edhe komplikacione serioze deri vdekje prurse. Pra hantavirusi nuk është një kërcënim për publikun dhe si rrjedhison kriteret për të prodhuar një vaksinë specifike ndaj këtij. Një pyetje të fundit, Aurora, sepse më pas do ju lirojnë, mos ju marrim më shumë kohë. Çka po raportojnë mediat në Gjermani? Unë di se ju jetoni dhe veproni në Gjermani, apo jo? Po. E kam parë që ka shumë lajme mbi këtë. Madje në shumë media ne kemi familjarët tonë në numër të madh të cilët gjenden në shtetet europiane kryesisht të përqendruar në Gjermani e Zvicër, ku ka raste aktive dhe shpesh herë edhe në komunikim me ta përmendet se për një virus të tillë diskutohet gjithmonë në media. Çka po raportojnë media atje? Ka ngre alarm tek qytetarët apo situata është nën kontroll? Ministria e Shëndetësisë këtu në Gjermani e ka qetësuar popullatën duke e treguar këto fakte që ne po flasim, që hantavirusi nuk është diçka misterioze, nuk ka ngjashmëri me Covidin ose me gripin që përhapen si një rufe në thonjza në një kohë të shkurtër në popullat. Hantavirusi mbetet tek të infektuarit pasi ata kanë pasur drejt për drejt kontakt me mijë ose indirekt me fetalet e tyre. Dhe duke qenë se në vende evropiane si Gjermania që po flasim ose Zvicra dhe Franca, kushtet higjieno-sanitare në kryesi nuk janë probleme të mëdha në metropole, po më tepër në zonën e hyjeve dhe të kafshëve të egra. Aty ata që merren me këto profesione, ata janë më të ekspozuar. Ndërkohë që në metropole të ngjashme me Prishtinën ose Tiranën, e përmendëm dhe herën e kaluar, kushtet higjieno-sanitare janë më problematike dhe prandaj thirrja nuk u bëhet vetëm në zonave rurale, siç po I themi këtu në Gjermani, por dhe atyre të qyteteve, sepse e dim që në momentin që kemi një mbipopullim me mijë në afërsi të zonave të banuara të metropoleve, automatikisht rreziku për një hantavirus është akoma dhe më aktual se çka qenë në vitet e fundit. Pra, ky është mesazhi për shqiptarët që na dëgjojnë, që të jenë të kujdesshëm, që ushqimet që kanë të kenë të gatuara mirë, e tham, të lajmërojnë rastet me mbipopullim të mijëve, të injorojnë si fakt që hase I njohim që e kemi një problem me ndotjen dhe hajde ta pranojmë, jo. Rreziku me hantavirusin na bën akoma dhe më të ndërgjegjshëm që edhe ne si qytetarë të bëhemi aktiv dhe të ndihmojmë që si ambienti përreth jetë sa më higienik. E qartë, Dollenberg, ne të falenderojmë realisht shumë për kohën dhe gjitha sqarimet që I bët edhe sot një herë tjetër për një virus I cili në fund ditës është shqetësimi gjithë qytetarëve gjithandej. Ishte kënaqësi dhe me të vërtetë nuk kemi nevojë të kemi frikë, por më pëlqejnë shumë pyetjet që I sqaruam, sepse qyçet e pasqyruar juve e kam perceptuar pjesa më e madhe e pacientëve dhe nuk është asnjëherë e gabuar të themi higjiena, larja e duarve është shëndet dhe tu nuk e egzagjerojmë ne të faktën. Lajmet e tjera që bëjnë frikë nuk ka nevojë që të egzagjerojnë edhe më tepër. Pikërisht, një mesazh. Qartë, Aurora, faleminderit shumë, po sigurisht këshilla shumë të vyera nga doktoresha dhe u qartësua mbi atë se a duhet realisht që të jemi në alarm për virusin e ri, hantavirusin, I cili ka nisur që të shpërndahet gjithandej, megjithatë duket se situata është nën kontroll dhe së paku, si shta dhe doktoresha, të vogla janë gjasat që një gjë e tillë të shndrohet në pandemi, ashtu siç ishte bërë me COVID-19. Ne sërish do të takohemi nesër për të diskutuar dinamika të reja, zhvillimet të reja, cilat do ndodhin në vend dhe jashti. Ju vazhdoni që ndroni me TV1. Mirëmbëngjes.